Aktori i lajrit Vasili ka qenë i ftuar sot në emisionin Shqipëria Live, ku ka folur për eksperiencën e tij në Big Brother VIP 4. Ai e pranoi fitoren e gjestit, por në mënyrë sarkastike, duke theksuar se ajo nuk ishte rezultat i talentit apo punës, por i kaosit që solli. Ai e meritoi në mënyrë absolute fitoren, shkatërroi gjithë shtëpinë, çoi një vajzë në gjendje të rënduar në shtëpi, ai bëri gjithçka. Unë jam tjetër njeri. Di që është futur një 3-4 herë në dhomën e rrëfimit për të regjistruar një 2-3 këngë, nuk regjistroi asgjë, patëm për të shkruar një tekst për Bana King, nuk shkruajti asnjë varg, por ja që publiku pas ka këtë preferencë. Një analfabet funksional, ndaj është më e bukura në notën e mirë, tha Laerti.